demantuesi më i madh i Albin Kurtit të atëhershëm është Albin Kurti i sotshëm. Unë di që edhe disa kur të dëgjojnë këtë që po e them tani, do të vërshojnë ato, por nuk lodhem e nuk shqetësohem fare. Unë jam më së i bindur që politikët të cilat i ka bërë lëvizja vetëvendose gjatë këtyre viteve nuk kanë qenë në interesin e shëndosh të Kosovës. Nuk kanë qenë në ecjen e saj drejt zhvillimit dhe integrimeve. Dhe realiteti e tregon qartë këto. Ne kemi pasur një ngecje të jashtëzakonshme në aspektin e integrimeve, ne kemi një ngecje totale, një bllokim total të zhvillimit ekonomik të vendit. Ne në raport edhe me fqinjet tonë kemi mbetur tepër mbrapa. Ne kemi një dallim ekstrem në mes të rritjes së çmimeve dhe pagave. Jeta e qytetarëve tonë është vështirësuar në mos të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është një fakt, mëse i mjaftueshëm për ta kuptuar çdo njeri në familjen e tij se sot e ka shumë më vështirë të gjitha obligimet ditore t'i kryej më se sa para 4 apo 5 vite më parë. E që do duhej të ishte krejt e kundërta, sepse shoqëria shkon përpara, shkon duke u zhvilluar, duke prosperuar dhe jo të vështirësohet mirëqenia e qytetarëve tonë. Si ka ndodhur. Zoti Domako. Si keni po edhe herë po i kthej në pyetjes të marrë një përgjigje mos bashkëpunimi për asnjë ditë të vetme të Partisë Demokratike të Kosovës me lëvizjen vetëvendose në nivel qendror. Ka qenë veprim i duhur apo jo? Mendoj që ka qenë plotësisht vendim i duhur dhe unë mendoj që bashkëpunimi me lëvizjen vetëvendose, ose të them me Albin Kurtin se lëvizja vetëvendose s'ekziston, është Albin Kurti ai që manipulon masat dhe janë grupe interesash të ndryshme disa që i shkojnë mbas tij të vetëdijshëm për të mbrojtur interesat e tij, e shumica janë të manipuluar, nuk mund të bashkëpunosh me të. E kaluara ka treguar që nuk mund të bashkëpunohet me të për interesa të vendit, sepse ai është një person i cili ndjek rrugën e tij. E rruga e tij, nëse nuk bëhet edhe rruga e tjerëve, nuk ka bashkëpunim. Ne e dim qëndrimit e tij prej momentit të parë që ka ardhur në skenën politike, ai gjithherë me qëndrimit e tij ka qenë kundër rrjedhës së kohës. Prej kohës së Rambujës i dim qëndrimit e tij, pastaj edhe kur është futur në skenën politike e dim zhvillimet e vitit 2004 e pastaj në vitin 2007 kundër pavarësisë, me radhë pra të gjitha veprimet e tij. Edhe unë nuk kam çka të shtoj asgjë më shumë. Vetëm që të bëhet një krahasim në mes asaj veprimeve dhe shprehjeve të Albin Kurtit në dekadën e fundit, çfarë i ka pas, dhe asaj të cilës dhe veprimeve të kohës së sotshme dhe ato që e proklamon sot, demantuesi më i madh i Albin Kurtit të atëhershëm është Albin Kurti i sotshëm.